Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të komentuar pak qasjen e opinionistëve natën e sonte në këtë diskutimin e madh dhe në këtë debatin e madh që u bë në shtëpinë e Big Brotherit për gjuhën e përdorur nga ana e Rogertit kundër drejt banorëve të tjerë. Tani unë që ditën e djeshme, për ato të cilët janë ndjekës të rregull të mi, e pa ta thënë që opinionistët do ta kenë shumë të vështirë që të qasen dhe të komunikojnë me Rogertin, sepse Rogerti po tregon aq shumë forcë në lojë, sa që do me thënë di të shkatërroj gjithçka apo çdo plan të ndërmarr nga vllau i madh. Tani Rogerti thot shpesh herë që unë e kam ndjek shumë këtë lojë. E kam ndjek në Ukrainë, e kam ndjek në Holand, në Angli, kudo nëpër botë dhe e kam studiuar mirë. Do me thënë Rogerti ka ardhur me një fotografi të qartë se çfarë do kjo lojë. Por që është e tepruar, është e tepruar. Njëherë dua të komplimentoj qasjen e Monikës, sepse Monika nuk foli si opinioniste, por foli si një qytetare, foli si një nën. Çfarë është opinionistja? Opinionistja është zëri i qytetarit, do me thënë të gjitha pakënaqësitë që i kanë ndjekësit, fansat edhe aty ku shohin padrejtësi dhe gjëra të tepruara, i kërkojnë nga opinionistët që t'i thonë. Dhe sonte, realisht, Monika më është dukur padoreza, ashtu siç ne jemi mësuar ta njohim gruan shqiptare. Do me thënë të fuqishme, këmbëngulëse, në atë gjën që dëshiron ta thotë. Dhe çuditërisht, do me thënë këtë lojtarin shumë të fortë që kishte ndjekur të gjithë Big Brotherat e botës, Monika e nxori vetëm me një fjalë nga ajo shtëpi. Unë jam i bindur që Rogertin e kanë konsultuar jashtëzakonisht shumë edhe gjatë kohës së publicitetit, produksioni. Dhe jo më kot, Rogerti hyri në studio, e ofendoi Monikën që nuk ishte e drejtë, sepse nuk do thot një grua nëse ndalon rrugtimin e saj të politikës është e dështuar, sepse zgjuarësia e Monikës tregon tjetër gjë, domethënë në dimensionet e saj. Por unë mendoj që Rogerti u manipulua, u bind, domethënë nuk dilte dot nga loja, se ndoshta edhe mund t'ja kenë premtuar fitore. Edhe do me thënë, produksioni u mundua që ta nxjerrën keq Monikën. Unë mendoj që Monika e nxori Rogertin nga shtëpia, Monika e luajti kartën e saj, Rogerti u eliminua, pastaj se çfarë u bë është anë e produksionit, nuk është anë e Monikës, por unë mendoj që opinionistet duhet të jenë si Monika që ta thonë të vërtetën ashtu siç qëndron, dhe jo të bëhen të luhatshëm në interesa mes produksionit dhe karrigës së tyre për përfitime personale. Dhe sonte, realisht, dua ta komplimentoj qasjen që Monika pati dhe uroj që gjithmonë kështu ta ketë në për të gjitha debatet pa marrë parasysh banorët.